A ka mujtë më u cilësu kulm rënditja në vendin e dytë kur e kena pa shorte? Kosova pa dyshim që po kulmin e vetë, këto se më hanë kërkush. Qa kena mujtë me analizu në startën e kësaj kampanjës? Mos e gjyka që ta shkru kry, po thamë në startën e kampanjës. Po kthejme 5-6 muaj ma herët, nëse më kishtu ndikosh që na dalim vendin e dytë në qëtë grup, unë thjesht kësha onë kësë pëdem futbol ose thjesht është shumë optimist. Jo vetëm ti, qdo kush. Jo, pritshmërit reale kanë qenë që na morim 4 pikë, kish me qenë sukses, sepse çdo pikë është shumë e rëndësishme për kombëtarët. Unë kom shpresu në ndeshjet me Slovenin me i marrë të paktën 3 pikë. Njënën prej tyne me fitu në Kosovë. Se kisha besu që fitojna në Sloveni e barazojna në Kosovë. Se kisha besu që fitojna 2 herë me Suedi. Thëmë sinqeresht, në kam prisi keme qenë fundit në tabelë. Se kjo vjen edhe prej asoj që gjithë këto grupin konën dhe më donën shumë atë forta se ne Suedia ka qenë favoriti numër 1 për medal në grup edhe për përfundan me një pikë. Nëse e marëm në të përgjithshmen, nëse e marëm në gjithë kampanjën, në gjithë kualifikimet, po flasë në kontinentin e Evropës, na jemi befasia e kësaj. Senzacion. Na kemi bo senzacion. Suedia ka qenë favoriti me kalu grupin se e para. Me kontingentin që... Me jap drejtën dikuna me thonë që ka qenë kulmi. Ne kemi mundësi... Kulmi në futbol... Po që a jap drejtën një presidentit federatës që të kështë kulmi e s'ka lidhe që bëhet. Sepse na nëse dalim vendin e dytë... Na dhe dhëtë me... Nëse na në këtë grup dalim vendin e dytë, pse mos me synu? Jo veç me këto, tashtë rrugës rritin apetitet. Unë menoj që... Kjo, dhe më thonë, kjo që kemi bona, ta ushqen apetitet. Nëse i krahasojmë... Njërë që ti me besu edhe me shpresu edhe në kualifikim. Unë menoj që na kemi ekipin më të mirë në histori të përfaqësuesës fillimisht. Me këta djem, këta futbollista, për atë punë fillimisht i referova Fodës, se këta